Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Agim Bahtiri ka publikuar sot një moment nga vizita e tij në liçenin e Ujmanit, ku ka kaluar çaste të këndshme së bashku me Fadil Gecin dhe Hysén Ibrahimin. Në një postim në rrjetet sociale, Bahtiri ka ndarë një fotografi nga ky takim ku shihen duke shijuar kafe në një ambient natyror pranë liçenit, ndërsa ka ftuar qytetarët që ta vizitojnë këtë bukuri të rrallë të Kosovës. Sot së bashku me miqt, Fadilin dhe Hysenin, kaluam çaste të këndshme pranë liçenit të Ujmanit. Ju ftoj të gjithëve që ta vizitoni këtë bukuri përrallore që ka vendi ynë, Kosova, ka shkruar ai. Fadili është vëllai i madh i Gani Gecit nga Lllausha e Skënderajt. Ai njihet për angazhimet e tij të dikushme politike dhe për qëndrimet e drejtpërdrejta në diskursin publik, por edhe për përplasje në gjykatën e Hagës me ish-presidentin Hashim Thaçi. Ndërkohë kujtojmë se më 16 prill, Agim Bahtiri u shfaq së bashku me Gani Gecin në përqeshin e Prishtinës duke konsumuar një kafe. Ish-deputeti Gani Geci, pas publikimit të videos së tyre, ku u pa duke pirë kafe me deputetin e Vetëvendosjes Agim Bahtiri, tha për mediat se Bahtiri ka qenë në kullën e familjes së tij disa herë dhe ai e ka mik atë. Sipas Geci, takimi nuk ka qenë i planifikuar, por ka ndodhur rastësisht. Më ka takuar në rrugë, më ka thënë apo don me ta qit një kafe dhe i thash po, ku të duash. Edhe që aty ishin dhe Baqenovci dhe një tjetër deputet, edhe atyre u fola. Unë nuk jam burr me i thanë jo dikujt kur më thonë hajde ta qes një kafe, shkroi ai në një koment. Më pas, Geci shtoi se Agim Bahtiri ka qenë disa herë në kullën e tij dhe nuk ka arsye që t'i shmanget dikujt vetëm sepse ateron në Vetëvendosje. Agim Bahtiri me 10-13 herë u ka në kullën tonë, tash me iksi gratë e këqija kur të thret dikush në derë. Geci po ashtu theksoi se qëndrimet e tij janë të njohura dhe të shprehura publikisht dhe se i ka ndarë të njëjtat mendime edhe me deputetët e Vetëvendosjes që ishin të pranishëm në kafe. Krejt ato që janë publike, ja kam thënë edhe atij, edhe Baqenovcit edhe disa të tjerëve të lëvizjes Vetëvendosje. Kur s'ka vot për PDK-n prej meje, po u kam tregu dhe disa letra që kërkonte me ja tregu që edhe këta janë një brum i njëjtë me PDK-n, u shpreh Geci.